ndaj Iranit, mënyra dhe kronologjia e vazhdimit të konflikteve, sidomos me Hamasin, Hezbollahut, Houthit, situata në Siri, edhe si themi në përgjithësi pranvera arabe, tashmë i kishte ardhur radha Iranit që nga momenti kur ata u shkëputën në mënyrë të njëanshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe respektimin e marrëveshjes kryesisht për armët bërthamore. Natyrisht, minuta e fundit dhe vendimi që çoi në këtë situatë ishte edhe votimi në Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, pjesë e strukturës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, nga ku u votua për arsye të mos respektimit të dërgimit të informacionit nga ana e Iranit për të siguruar botën që ata nuk do të merreshin seriozisht me prodhimin e armës bërthamore, gjë të cilën që nga 2003 e në vazhdimsi, derisa u shkëput marrëveshja, atëherë ata kanë punuar dhe bota e në përgjithësi Izraeli që është i drejt për drejt dhe i prekur për i tyre, duke menduar që nga viti 1947, kohë në të cilën Izraeli u vendos në lindjen e mesme, në 48-ën ka ardhur lufta e parë arabo-izraelite dhe kështu ka vazhduar gjatë gjithë kohës dhe është krejt normale që nga një shtet i cili nuk e njeh Izraelin dhe e fillon ditën duke thënë që ne do ta zhdukim nga harta e botës, detyrimisht që rreziku numër 1 për mbushjet bërthamore dhe përdorimin e tyre e ndjente Izraeli. Natyrisht, jo pak dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera, kur diçka del nga kontrolli. Pranojmë që ky sulm i paralajmëruar mendoj se ishte nga më të paparit deri tani në të gjitha llojet e konflikteve që ne kemi përjetuar, por mbi gjitha jemi informuar e kemi lexuar. Për sa i përket asaj eksaktësie dhe disipline të jashtëzakonshme në realizimin e goditjeve të objektivave brenda territorit e shtetit Iran. Mund të bëhej kjo pa Amerikën, pasi Trump ka deklaruar që kishin informacion, por nuk kishin gisht, pra nuk e ndihmuan Izraelin. Ju besoni që mund të jetë bërë kjo pa SBA-n? Ajo që është paraqitur në skenën diplomatike dhe të deklarimit nga ana Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke filluar nga presidenti, nuk duhet marrë ashtu siç thuhet, pasi është relativisht e pamundur, do thosha, pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të realizohet një sulm kaq preciz, kaq i saktë dhe mirë organizuar, pasi po marr vetëm një shembull. Megjithësi F-35-ën, avionët për cilët Izraeli ka përdorur për të bombarduar objektivat brenda territorit, natyrisht edhe për eksaktësi goditjen e objektivave ka bashkëpunuar edhe me shërbimin e fshehtë Izraelit, Mossad dhe strukturat e tjera shtetërore, të cilat kanë qenë drejt për së drejtin e terren, sepse është e pamundur që ketë kaq eksaktësi goditje pavarësisht teknologjisë dhe zhvillimit të kësaj teknologjie nga ana e Izraelit. Kështu që këta avion të bëjnë 1700 km vajtje dhe 1700 km, 3400 km është e pamundur që ata me një furnizim të realizojnë këtë dhe këtë e realizon vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës me avionët që kanë e krijojnë mundësinë e furnizimit në ajër. General, si ka mundësi që u kapi pa përgatitur Irani kur edhe në fshatin më të largët të Shqipërisë doli lajmi që nga Iraku ambasada amerikane po tërhiqte personelin. Pra diçka po zihente në lindjen e mesme dhe po përgatitej një sulm. Si ka mundësi që generalët tani të Iranit